Preçi mendon si që thasës duhet ta citoj që mos e citoj keqet gjua njerëzit. Grekën nga ana tjetër, çdo ditë këto ditë në media, politikanët grek të gjitha palëve politike janë duke u qarë pikërisht se ju dëmtohet turizmi. Prandaj, unë duke marrë udhëzimin tuaj Ti greqisht artit, apo? Po, duke marrë këshillën tuaj, që thoni që Greqia ka ekspertizë më të madhe për turizmin, do besoj grekët Pushat? ekspertizë më të madhe për turizmin që ka të drejtë. E dyta që ka rëndësi në këtë debat. Ata që duhet investojnë në Shqipëri. E drejta e pronësisë. Tani unë do them 3 emra, këtu janë dhe shumë të tjerë. Eduard Subashi. Po leme se me i përmend prapë sa tani. Se nuk i njeh njeri fare që është Eduard Subashi. Do them qa dua unë, jo qa do ti. Kur i dhemi në ditën që caktojnë qa do themi, atër na i thoni se këtu është pjesa që ka me zotin Qori. Eduard Subashi. Eduard Subashi. Po. Nella Balliu. Po. Pisi Moçka. Pisi Moçka? Po. Po përmendëm këta 3 nga shumë tjerë. Ky Moçka është shqiptar grek. Po çajën këta më. Për aq kohë. Sa media shqiptare. Sa këta pseudo-protestuesit në shesh. Jo ata që janë në shesh. Këta pseudo-protestues në shesh. Po drejtojmë drejt për drejt Arlind. Nuk përmendim këto emra. Janë të pasinqert, sepse nuk flasin mbi kërkesat e banorëve, po flasin mbi interesat e tyre. Dhe pse u drejtova drejt për drejt Arlind? Ama është legjitime Ardit me pas breng për një zonë mbrojtur, tash do e lidhim çdo sen me banorët e zonës. Është legjitime me pas breng për një zonë mbrojtur. Pse u drejtova drejt për drejt Arlind? Sepse unë mendoja se ti kishe një kurajo intelektuale. Duke qenë se jemi të dy, ta them edhe një herë, me të njëjtin titull shkencor në të njëjtin universitet. Dhe kurajo intelektuale do thotë që o nuk do të di popullata shkrata keni ju ta e ta deklarosh çfarë je dhe të tentosh dhe të bësh shumicën siç mendon ti. Në çastin ti s'pranon që je marksist, se s'të quajta unë komunist. Sepse nuk i futa termeve stalinist e tjera. Më të quaja marksist, vajta te baza ideologjike. Nëse ti je i pasinqert që je marksist dhe që ti e ke këtë një lëvizje, e cila është lëvizje që do marrësh pjesë çdo protestë të mundshme në botë, edhe do marrësh pjesë në çdo gjë antikapitaliste në botë, atëherë ti gënjen hapur opinionin publik. Unë, si drejtori përgjithshëm i kësaj shumice, kam dalë në protestë të studentëve dhe isha në krah studentëve, sepse jam njeri i lirë. S'ka marrë pjesë çdo protestë, se si besoj gjitha protestat. Atje ku kam marrë pjesë edhe pse isha drejtori përgjithshëm në këtë mazhorancë. Dhe kam kurajon intelektuale që për gjëra të cilat jam pro, për gjëra që jam kundër, siç jam kundër këtu. Se sot, këto ditë, mua më shajnë gjithë me libër shtëpie, me prindrit e vdekur, me vajzën 10 vjeçare, me gjitha më shajnë, dhe nuk e kam u problemin se çfarë thon ca njerëz në rrjetet sociale më, sepse kam bindjet e mia. Ti po s'ke guximin që të dalësh dhe të thuash bindjet tuaja, të tentosh të bësh shumicën dakord me bindjet e tua, unë, jo s'është problemi se s'kam respekt unë se s'të intereson as ty, po je i pavërtet në opinionin publik. E fundit, po edhe një fjali, po jo, pa Arlindi filloi të thoshte jo, po ju pësë komunist njërë te, unë të thash bazë marksiste. Po ta që pësëja është partije viti 21, në vijimësi është, por nuk është më staliniste. Aty e pat Arlindi... Partia Socialiste nuk ka sot as një bazë marksiste në ideologjinë e vetë, dhe besoj se është... Jeni komplet kapitalistin. Ka bazë fare, s'ka bazë e ore. Sinqer në debat, ose pastaj kemi problem... Lutem mbaron, nuk do të ndërpres. Kemi problem të kurajos dhe sinqeritetit intelektual. E fundi dhe më e rëndësishmja. Nëse ne nuk arrim do të kuptojmë çfarë është lufta hibride, atëherë unë do futem në fusën shëntimet ekspertizës si profesor në marrëdhënie ndërkombëtare e do më duhet të sqaroj çfarë është lufta hibride. Lufta hibride nuk është që kemi nga 100 grek atje në shesh. Luftë hibride, më ta mbaroj. Luftë hibride s'kemi se kemi 100 grek atje në shesh. Luftë hibride nuk kemi se është Arlind Qori apo Agron Shehaj apo... Agroni është ai që ka thënë ja shtroj tepiu në kuq, tapetin në kuq. Apo këta të PD-s që kanë filluar edhe të PD-s të dalin tani Lorida. Si është shërbim të grekut, apo se... Po a më the jepi fjalën këtim, olla. Luftë hibride... Po nuk ta lëshon më fjalën. Luftë hibride do të thotë që ne kemi sot sentiment që është krijuar me rrjetet sociale, me fake
me foto ajo. Jashtë Shqipërisë, ama. Njerëshin Boj izraelit. saktin, nuk është mërna Shqipërisë, është jashtë Shqipërisë. Pikërisht pra nga Jashtë Shqipërisë dhe qarkollon jashtë Shqipërisë, jo në Shqipëri. Lufta hibride është kur ndodh mes Jashtë Shqipërisë, po jo në Shqipëri. Ka ardhur një fillim që ishin izraelitët që do ta rëmbeni, do ta pushtonin. Pastaj do ishte Gaza. Pastaj që do ishin palestinezët që do vinin. Pastaj që na dolën lejlekët dhe na u bën gjithë me lejlekët dhe me pelikanët. Mirë, Ardit, na tregon cila është garancia që ky investim realisht nuk ka me prek natyrën. Lufta hibride që bëhet për interes të ekonomik të Greqisë dhe që kini sinceritetin intelektual që ta pranoni që ekziston lufta hibride në literaturën të paktë dhe që ndodh në luft tregtare lufta hibride. Se nga literatura e morti këtë? Do më lejon Nga t'ja praktika të përgjigje? shteguar Afrikë. Po e keni më nga literatura që ka mirë? Lejoni t'ja përgjigje. Je përgjigje. Unë e respektova Lere të përgjigje të burën e zotin botë. Pito. Unë e Qa do të respektova... flasë gjithkohën? Falë. Do t'i përze këta unë? Do t'i përze? Jo, më falë. Unë e Do të dëgjoj akoma, dëgjoj edhe 5 minuta. Do të largohen dhe të flasësh vetëm ti. Me mua. Por unë rritë 5 minuta e dëgjoj. Vendosja mikrofonin. Vendosja mikrofonin. Atere. Vendosja. Unë të dëgjoj edhe 5 minuta, vetëm që të flasim me radhë edhe... Ska kuptim, ve, se ska kuptim o burë. Mirë. Mos u bë tash rebel, se du të më shësh pastaj. Zoti Ylli, Nëse mund t'jap një përgjigje, mund t'jap një përgjigje, Albatros rregullohet ku të lutet. përfshihet patjetër arsyeja, por kur njeriu beson gjërat që bën, përfshihet dhe emocioni. Emocioni nuk e përjashton arsyen. Tani, pikës pari njerë, lejo ta përgëzoj zotin Bito për diçka, se pavarësisht akuzave, të paktën ka një standard komunikimi më të lartë se shefi i tij, zoti Rama. Pra nuk është marrë as me syzet e mia, as me mbiemrin tim. Dhe për këtë të përgëzoj. Zoti Rama, sa herë flet për mua, ka fiksim, nuk e di pse ka. Bën diversion me syzet e mia. Që për këtë gjë të përgëzoj. Nuk re në nivelin e kryeministrit. Tani, përsa i përket, se ngritet disa çështje. Përsa i përket banorëve të zonës, edhe Duartit, edhe tjerëve, me ta unë kam folur gjatë protestës, kemi folur në për rrjetet sociale, madje të shtunën ka qenë disa nga banorët e fshatit që na kanë kontaktuar dhe na kanë thënë, hajdeni, me që ju keni mbajt qëndrime gjithmonë për këtë çështje, hajdeni na u bashkonin protest, kemi shkuar protest, kemi marshuar, të lutem nuk të ndërpreva, kemi marshuar 1 orë me ta, sepse marshimi ka zgjatur 1 orë, kemi biseduar, kemi protestuar bashkë, kemi indinjuar bashkë, të gjitha gjërat i kemi përjetuar së bashku. Je pro kauzës tyre apo jo? Priti sekondë. Unë jam pro të drejtës së tyre për që shteti t'i njohë pronën e ligjshme. Por nga ana tjetër, priti sekondë. Por nga ana tjetër, unë jam që ajo zonë është e mbrojtur dhe duhet të mbrohet dhe nuk mund ndërtohen 10.000 njësi banimi, sepse po ndërtohen 10.000 njësi banimi, aty nuk ka ma as pejsazh mbrojtur. Je kundër banorëve të zonës, pika 1. Nuk më ka thënë asnjë banor i zonës që ne duam të ndërtojmë Gradacela dhe të bëhemi miliarder. Se si ke përmend këta në protesti, se flet çdo ditë aty. Përmend, unë bëj nga i video 30 sekonda dhe i përmend e banorët. Tani, më the për Marksin dhe më përmende guximin intelektual, me që je edhe pedagog, të ftoj të lexosh manifestin e Lëvizjes Bashk, programin qeverisës Lëvizjes Bashk, qëndrimin tim të fundit para 24 orëve, ku kam dhënë edhe një qasin çik më teorike për këtë çështje, dhe pastaj të kesh ti ndershmërinë intelektuale për të thënë, a është marksiste kjo, apo i përket një fryme të socialdemokracisë moderne. Tani, e thëm kjo gjë, nga ana juaj në këtë rast, që jeni përfaqësuesi një partie që nuk ka ide, është e zbrazur nga ide sepse është bërë parti vetëm interesa është ngushta dhe i shërben oligarkisë, kjo është lehtësisht e kuptueshme. Tani, për sa i përket komplotit të madh. Po bazën ideologjike tuaj, se do ta di. Për sa i përket, e lexon pra këtë gjithë dokumenta lexoje. Socialdemokracia moderne, ma thuaj mbi kë autor bazohet me. Ka qindra autor. Nga që ka qindra autor, unë nuk mund t'i marrë të gjithë me radhët. Te Marksi je. Të ftoj, një ditë të ndjekësh një ligjërat time, një leksion ku të qetësohet çik situata dhe ta kuptosh më mirë. Tani, me që jemi tek komploti, sepse kjo është intelektual ta thuash. Njerëzve u intereson shumë më tepër, a është Greqia me Serbin nga pas, apo a jam unë marksist apo jo. Ke guximin intelektual të thuash bin jetën dhe ideologjike. Vazhdo. E lëm pasaj punën e guximit. Po them, meqense akuza juaj është shumë e rëndë. Pra, po thoni që Serbia, Greqia, Irani, ka ca që thon Sorosi. Sorosi janë në shumë, se thotë edhe opozita. Që ndrojmë të këta të Ballkanit, që t'jemi... Që edhe u kuadrë të një lufte hibride. Ore, jemi, letë rrim në Ballkan, Pra ju keni ngritur akuzën që këtu ka
shtete armiqësore ndaj Shqipërisë që duan na prishin punë. Dhe unë po ju përgjigjem, sikur unë tisha në kryen e shërbimit sekret serb apo grek. A i di që do bëja? Do bëja ç'është e mundur që Edi Rama t'ishte sa më gjatë kryeministër e Sali Berisha t'ishte sa më gjatë kryetari i opozitës. E do bëja ç'është e mundur që kjo protestë të përbaltej, të shkatrojë, dhe ata të përjetësoni pushtetin e tyre. Sepse atë që i ka bërë Edi Rama dhe Sali Berisha Shqipërisë nuk ja ka bërë asnjë armik i jashtëm. Kanë shkatruar ushtrinë. Ne jemi një vend pa ushtri, pal Edi Ramës dhe Sali Berishës. Ne jemi një vend që në vend një administrate publike moderne dhe të eficiente, po më lërë më buri dheut, unë të dëgjova me respekt. Ti më ndërpret fjalën. Po të them që ne jemi një vend që Sali Berisha me Edi Ramën ka shkatruar ushtri. Ne jemi një vend ku Edi Rama me Sali Berisha ka shkatruar administratën publike. E ka patur Shqebani Shqipërinë vend kandidat për e moderne dhe recente. Shqebani Shqipërinë vend kandidat për e Edi Rama është ai kryeministër ka bërë Shqipërinë vend kandidat për e populist ekstrem. Largohen 50.000 qytetarë. 50.000 qytetarë ikin nga Shqipëria çdo vit na thot apo stabilokraci, kundërshtarët. Kundërshtarët do stabilitet. Ka armiq më të mëdhenj të Shqipërisë, se këta që e kanë shkaktuar këtë katastrofë ekonomike dhe sociale. E pse i votojnë shqiptarët? Kundërshtarët duan stabilitet. Pse i votojnë shqiptarët? Po ta them Bertolt Brechtin, sepse vjen një ditë, siç ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara, që në vend që zgjedh populli qeverinë, zgjedh qeveria popullit. Falë kësaj proteste, do vi dita që populli zgjedh qeverinë. Je një populist ekstrem. Të thuash që kundërshtarët duan stabilitet. Kjo s'ka ndodhur kur në botë shërbimet sekrete të punojnë që të mbajnë një katë politik. Që qofse shërbimet sekrete në historinë e njerëzimit kanë gisht të mbajnë Edi Ramën kryeministër dhe Sali Berishën figurë kryesore të opozitit. Si gjithë të atjerë që bashkësot e kërkoj shumicën e i rëzon. Ruaje etikën, ruaje stabilitetin emocional, edhe mundohet flasës me mendje dhe jo me populist ekstrem, sepse ju nuk keni as Ore, ti mund të thua që unë që janë kanibalo, po kjo tregon shëndetit të mendor, jo protegjit të ta marrë me presion kohën. Ja, se këshu, flet për shëndet dhe për shëndet mendor. Po njerëzit që kanë problem shëndet mendor. Kisha parë ka shmjeshtër, a do flenë të marrë kohën. Ti je një populist ekstrem, i cili nuk arrin do të... Edhe populist edhe komunist, një guxim minimalist intelektual. Je ekstrem në populizëm, sepse të kesh guximin unë do them dhe këtë dhe ika. Jo, mos thuash të lloj. Ikën kurse munor. Që asnjë njeri i cili merret me këtë fushë, po thuaj pra. Ta thot.